Besnik, faleminderit që ka ardhur, jemi këtu në kompleksin Taiwan tek Music Box. Atëherë, kemi disa pyetje kurioztare, si televizion kurioztar që jemi. Ti je një nga veteranët e hip-hopit dhe vije të re një nga armët e tua të forta që janë tekstet. Çfarë të frymëzon për të shkruar një tekst mirë? Çfarë më frymëzon është përditshmëria dhe gjërat e zakonshme që i përjetojmë gjithë. Aty është frymëzimi i parë, masnej normal që po mendoj që duhet talenti për me realizu dhe me kthy ato me një tekst, një këngë të hip-hopit. Në përgjithësi janë gjërat që i përjetojmë së bashku. Një nga tekstet e tua dhe këngë normalisht e cila është bërë një super hit është një dedikim dashurie që nëse nuk je i vëmendshëm, po themi, nëse dëgjon vetëm audio, nuk e kupton tamam se për çfarë lloj dashurie bëhet fjalë. Dhe kur e shef edhe video, kupton që është realisht një këngë për dashurinë ndaj parave. Mendon me të vërtetë që është një nevojë kaq e madhe paraja apo është thjesht një lloj ironie, po themi? Për që është nevojë, kjo është e padiskutueshme që paraja është nevojë të secili njeri. Mirë po, patjetër që brenda këngës ka edhe ironi. Kuptohet që ka edhe ironi, po në përgjithësi ideja ka qenë që në ato momente unë kam qenë bajli i fiksum mas legve dhe ka orë është një ide fikse që do të mja shprej dashnin, se me qenë se gjatë jetës jemi të obliguar të bëjmë vepra, mirë po të njëjtën kohë veprat tona duhet të jenë të lidhura edhe me të ardhurna financiare që na mundsojnë në vazhdimsi të veprojmë edhe të kryejmë obligimet tona të nevojshme. Kështu që kam shpreh dashnin, mendoj që ka qenë dashnie sinqert që secili e ka, se kam veçanë. Absolutisht, vazhdojmë tek hitet, pa diskutim se çdo këngë është një hit absolutisht kur del nga 2x2. Edhe bëhet fjalë për posh, një hit i cili po themi këtu ndoshta futet ironia, kam përshtypjen, sepse i dedikohet një kategori e femrash cilat i arrin sukseset në jetë vetëm me anë të nuditetit, me anë të, po themi, disa teknikave jo normale për të arritur suksesin. Cili është mendimi yt në lidhje me këtë lloj mënyre jetese apo? Po shikoj, në jetë kemi rastin me njoftë gjithmonë njerëz, e jo të gjithë i takojnë një mentaliteti që kemi ne. Për atë gjithmonë janë për dhe kundër, gjithmonë kanë qenë edhe në futboll tifozerit janë të ndame, dikush është me një ekip, dikush është me tjetrin. Edhe në jetë kemi edhe në politikë, kemi djathtën, kemi të majtën, kemi demokratë, kemi socialistët. Do me thonë, e kundërta ekziston gjithmonë, edhe në këtë aspekt unë e kam shpreh diçka që më ka brengosur në shoqërinë tonë në Shqipëri dhe në Kosovë, që ndoshta unë personalisht nuk kam qenë i prekur prej asaj dukurie, po që është për folë dhe është pa dhe ka qenë shumë evidente në shoqërinë tonë. Dhe meqenëse unë nuk jam fans i asaj mënyre të jetesës, e kam shpreh pak a shumë me ironi atë nervozën që e kam pas lidhje me këtë mentalitet. Disa hitet tjera janë dhe bashkëpunime të jashtëzakonshme, pak me 2 këngëtare, të cilat pasi mbaruan bashkëpunimet me ty, po themi, apo pasi dolën në treg së bashku me ty, siç është Dafina Zeqirit e Tuna, patën një sukses të jashtëzakonshëm më tutje. Mendon që i din atributet e tua, i din vlerat e tua për këtë gjë, apo ti je, po themi, si një tip auguri i mirë, si një tip fatësjellsi për disa këngëtarë? Nuk po mendoj që i kam sjell në skenë unë e Tunën edhe Dafinën. Në fakt ato kanë qenë në skenë edhe para se me bo bashkëpunime me mua. Po, absolutisht. Ndoshta po flasim për një shpërthim të tyre në botën muzikore. Po jo, prap nuk vlefshoj si një shpërthim tyre, ndoshta një kthes, një mënyrë tjetër të qasjes ndaj muzikës moderne, ndoshta ka ndodhur aty, po kjo në fakt to kanë qenë gjithçka ka qenë reciproke, në fakt, në bashkëpunimet e mia gjithçka është reciproke. Unë bashkëpunoj gjithmonë me artistë që më pëlqejnë mua, pikërisht si artist. Pastaj që gjej edhe reciprocitet, do me thonë edhe unë ju pëlqej aty si artist,
edhe është me rëndësi me nxjerrë një projekt të mirë. Ne kemi nxjerrë projekte të mira në gjitha bashkëpunimet e mia, edhe mirënjohja nuk është absolutisht diçka e rëndësishme për mua, me rëndësi është që këngë kanë dalë mirë, edhe projektet kanë ecë mirë. Okej. Vazhdojmë akoma pak të zbulojmë, po themi, lidhje me bashkëpunëtorët. Një prej bashkëpunëtorëve tu më të ngushtë në muzikë është Capital T, ose Trimi, emri i tij i vërtet. Si është marrëdhënia, po themi, përveç se marrëdhënies punës, është një mik apo e shikoni marrëdhënien si një nxënës joti apo nuk e di. Si është marrëdhënia me Capital T në jetën përtej muzikës? Marrëdhëniet më të mira mes meje dhe Capital T janë si familjarë, domethënë ne absolutisht nuk e kemi humbas, nuk e kemi qitë nërhije marrëdhënien tonë familjare. Ajo është që e kemi gjithmonë të ngushtë, sa i përket bashkëpunimit në punë, jemi dy bashkëpunëtorë shumë të mirë. Kemi edhe një kompani që quhet Authentic Entertainment që prodhon shumë edhe për artistë tjerë që e kemi të përbashkët. Në punë jemi shumë profesionist, kurse në jetën personale nuk ka ndryshuar asgjë, ne jemi daje nepe dhe kemi raporte jashtëzakonisht mira. Në koncertet tua të vazhdueshme ke një kategori fansash që të vinë gjithmonë të ndjekin. Normalisht ndonjëri prej tyre apo shumë prej tyre kanë bërë dikur në një koncert apo në një event caktuar një gest dashurie të madhe ndaj teje, një gest i cili të ka ngelur në mendje, apo ndoshta ndonjë incident në raste të tjera që mund të na përmendesh. Në fakt, për këto 20 vite karrierë, kam shumë eksperjenca ndryshme me fansa dhe në për koncerte, dhe kam fatin që edhe sot kur jam në koncerte, sallat janë të mbushura me publik. Eksperjencat në shumicën e raste, dhe mos them në gjitha rastet, janë gjitha të mira. Për me veçu, ndoshta e kisha veçu në një rast, në një koncert në Zvicër kur ishim, në Rinora 4, një fans që kishte udhëtu me vllahun e tij 150 km me makinë, kishte ardhur në apo dhe ai ishte fatkeqësisht i hendikepuar. Dhe ishte në karrocë, ai ka qenë rasti që më ka prekur më shumë që në fakt ka qenë shumë prekse ku e ka gjetë motivin për me ardhur me pa një artist që e dën ose që i dëgjon këngët e tij edhe në fakt më ka bo mu me menu se sa me fati jemi në të tjerë. Vjetre, besnik që në videoklipet e tua është një lifestyle, po themi, luksoz i shtrenjtë. Flitet, si që të përmendëm pak më parë, për paran, makinat shtrenjta, vende luksoze. Është kjo pjesë e jetës tënde të vërtet? Apo, po themi, preferon më tepër një jetë të thjeshtë, modeste, kur bëhet fjala për botën e muzikës është diçka tjetër dhe bota familjare është diçka tjetër? Në fakt nuk e kom promovu asnjëherë jetën luksoze, në fakt ka qenë e kundërta. Unë edhe në klipet e mia, me qenë se lifestyle duhet të jetë pak a shumë luksoz, me qenë se po prodhojmë diçka kvalitet edhe nuk mendoj që duhet të vim, nuk mendoj që në videoklipe duhet të vim të varfër. Absolutisht. Thojza. Duhet patjetër që të bëjmë diçka të bukur, po jetën lifestyle të shtrenjtë nuk e kam promovu, unë e kam kritikuar edhe në këngën as Gucci as Louis. Unë fakt kemi pretenduar që ne nuk jemi as Gucci as Louis, po nuk i takojmë një rrethi apo një shoqërie që jeton në atë nivel. Në fakt, ndoshta në këngët e mia apo në jetën artistike mu i me lënë përshtypje që kam lifestyle-in shumë të lartë për më kthy direkt e pyetja, po gjatë jetës të përditshme jam njëri modest. Dhe jetoj jetën me shumë modesti, pa problem, dalim në rrugë, trotuar, ulem hajm një picë bashkë, nuk e kam problem. Atëherë, besnik ti përveç rapperit je edhe një bashkëshort dhe je babai 3 fëmijëve. Mendojnë që ndoshta ndonjëri nga fëmijët e tu do të ketë, po themi, diçka nga ty, diçka nga talenti, ndoshta jo vetëm talentin në muzikë apo në hip-hop, por edhe diçka tjetër. Vjetre në një gjë tillë? Po kjo pyetje mu ka bo shumë herë. Po nuk pritoj me ju përgjigj kësaj pyetje, po për momentin nuk kam pa ndonjë shkëndit, një talenti për me u marrë me muzikë. Me qenë se fëmijët janë akoma shkojnë në shkollë dhe shpresoj që ata do e gjejnë veten aty ku ata kanë vërtet talent dhe ku kanë pasion me punu.
nuk kam pa ndonjë shenjë përveç se dëgjojnë muzikë të mirë, e shoh që dëgjojnë muzikë të mirë e kanë vesh të mirë për muzikë. Edhe një pyetje e fundit për ty Besnik. Dim që së shpejti do të nxjerrësh një album të ri, i cili do titullohet 2020. Mund të na zbulosh pak në çfarë faze ndodhet konstruksioni, po themi puna për nxjerrjen e albumit? Po, mundem me zbulu normal, kjo është edhe mirë edhe për mua dhe për fansat mirë tregu që po punojmë intensivisht. Me përqindje nuk kisha thonë ku jemi, a jemi 30, a jemi 50%, po kemi material të mjaftueshëm për me promovu albumin para se dalin, domethënë këngët që do të xhirohen me videoklipe janë të përfunduar të gjitha. Tani po punohet më shumë në bashkëpunim edhe në këngë më të thella me tema më sociale, më artistike, po mendoj që shumë shpejt do e dhojmë edhe datën e lancimit të albumit. Absolutisht. Edhe një pyetje në lidhje me emrin e albumit. Pse është 2020? 2020 është për shumë arsye. Njëra prej arsyeve është se 20 plus 20 bojnë 40. Që unë do i bëj 40 vjet këtë verë. 20 plus 20 është edhe 20 vite tjetës time me rap, edhe 20 pa rap. Po ka dhe shumë arsye tjera, si për shembull 20 vjet karrierë që thash, po është edhe arsyeja që po mendoj me bo qaq kvalitet albumin 2020 që deri në 2020 mos mu arrit ai kvalitet nga skena, më ka pretendime, ka lloj arsye pse quhet 2020, po shpresojmë që kena me rri nivelin që po pretendojmë. Super. Unë Besnik falenderoj shumë që ishe këtu me ne në InTV në Men's Life. Edhe unë ju falenderoj edhe i përshëndes gjithë fansat edhe gjithë shikuesit e televizionit juaj.